Për një dashurit lumtur, jo këto dashurit që përfundojnë keq edhe me fund jo të mirë. Për dashuri kom qef me ngu tekstin ma shumë edhe kuptimin që ato më pëlqen shumë. Okej. Unë ju thash edhe shikuesve që me ty jemi njoft atëherë në intervistën që kemi bu, po tash e kena rastin me ditë pak ma shumë për ty. Për shembull, shumë prej atyre që jetojnë jashtë, pra shqiptarë që jetojnë jashtë, gjithmonë i pyes për qysh kanë përfundu në Gjermani në këtë rast familja juj, kur kanë shku atje, çka din ti për këtë pjesën e historisë juj, pra kur keni shku në Gjermani, sa e kanë pas vështirë prindrit me janis prej fillimit, me punu, me ungrit? Besoj që na shqiptarët ose prindët tona krejt kanë sakrifu shumë. A thuhet Sakrifiku. Sakrifiku shumë, po e vrejta që të shka se kanë mirë. Po mirje, mos e mbaj mendjen aty. Edhe po në vitit e 90-ta, o kanë qëtu që mami e babi s'kanë mujt me kry studimet, mami ka studiu mjekësinë, babi studimet e juridikut, po. Po juridikut, edhe tani junë shku në Gjermani, aty me provu që shkanë mujt, mamin për shemë se kanë pranu si mjeke, është dashtë tani si motër medicinale me punu, edhe u kanë koha shumë e fështirë për ata, plus tani me vlanë të bebo kanë halas kanë pas pare shumë, edhe është dashtë me këthy në Kosovë me përkrah krejt këtu, tani janë isi lufta e kështu sene, edhe tani mami ka pas, në fakt babi tani u kanë aje që u kanë shumë i fort, edhe ka thonë që i ka lanë, do me thonë, karrieren e vetë, edhe ka thonë mamit vazhdoj ti me mjekësin, e une qka gjej une punoj për me pas parena, për me jetu aty, për me pagu edhe shkollën, Qiran, po, më falë. Edhe tani mami ka marrë një mundësi me punu 1000 kilometër ma largu kanë, si mjeke. Edhe tani unë do për një vjetë jena nda. O, ju keni jetu ndomas, pra babi me njënin fmi edhe mami me njënin fmi veç për me mujt me punu. Po, që a ke pas shtirë sa vjetë i ke pas ti? Unë pata 4 vjetë, unë një herë si kun kuptu, unë kom minu mami nuk pëm donë ma, edhe vla, se gjithë kur kanë thirë, unë kom thonë, ja, asë vëdu, edhe kun gajt i kun, edhe vla shumë më mërzit atë herë, edhe kur t'jena pata, një ajë gjithë përmen që më ka përqaf edhe janë nisi me kajt, edhe krejtë më kanë shumë po emocional, edhe në doke që ajo, gjithë jena kanë shumë të lidhë, edhe na kretë që më njohen, e din që unë me familje ma shumë të lidhë, edhe për që të fakt që jam veç mami, babi edhe Roni që jena në Gjermani, kretë familjes janë dikon tjetër. Nuk e kena, për që jam e shurë që të mija që janë shqiptare, kanë halën, tezën, dikon e kanë Gjermani, ama veç në të katërt. Ju jeni veç i të katërt edhe ju ka lidhë shumë me një. Ti, i kënë gja ma shumë mamit a babit? Më do këtë kretë më thonë është shumë mix. Nashta, e thonë edhe prej gjyshës, pak e kom temperamentin. Ajo tjetëra gjyshë është ma shumë diva, nashta edhe ata e kom. Ama kështu më do këtë është një mix i mirë prej të dytë. Bukur që ke marrë shumë prej të dyve. Në fakt, një sen tjetër shumë i rëndësishëm në familjen e juj është që ju e një familje që jeni rrit me i respektu të dyja besimet fetare, me të dy fetë që i keni në shpe. Gjatë kohës kur je konë të rritë ti, a ke bo pytje për shembull për ritualet e fesë muslimane, asajt krishtere, qka është kjo, sepse po i bojmë të dyja, derisa ti e ke kuptu që po rritesh një familje të shëndosh ku respektohen të dyja besimet. Po babi edhe mami gjithë më kanë spigu që diqysh nuk është më rëndësi diçka, ose nuk është diçka ndryshe. Do me thonë, na kreti kena festu, edhe jena shku në kish, jena shku në gjami, gjithë kreti kena bo, edhe ajo është një sen që shumë jam e lumëtur, edhe gjithë i thamë prindve të mi faleminderit që keni guzu edhe me bo, mos munda edhe... A kanë pas kështira ta, të kanë tregun, a kanë pas njerës të tjerë që ndoshta ju kanë thonë pse po e merë, pse po e marton dikët të besimit tjetër, se ka një herë në shoqërinë tonë një ndo gjana që kanë ndodhë të tila, pra njerëzit i gjykojnë kur dikush, sidomos vite më përpara, konë fështirë.
Po, më duket kanë folë njerës në fillim, kanë thonë që për shembull gjyshjeme kanë general, edhe e kanë njoftë shumë njerës, edhe e kanë thonë që mund është me leju qikën tane muslimane me shku në Gjermani me një katolik, edhe që ja kanë bo, po gjyshjeme dhe gjyshjeme kanë besu shumë në mamin teme dhe kanë ditë që kjo vendos mirë edhe kanë njoftu familjen edhe unë kanë njerës të mirë, edhe që ajo kanë ma më rëndësirë, që është njeri, se që ki fejnë, ajo është një sen personale, që ta që e donë ti, ose që ki lidhen me Zotin, ti e ki qatë lidhje, kërkush tjetër, edhe ata jom shumë lumëtur që kanë luftu për dashurin, edhe që kanë me qështu, edhe une që jom tash ditësodi shumë tolerante, do me thonë, a është dikush musliman, a katolik, a zdi qka tjetër, nuk më intereson, ose së pës, nëse do në më të rigun, e kam interesin edhe ndoket interesant me ditë, për shembo, unë e kom një nu, edhe jom kanë ama edhe në kish, edhe në kështu kreti kom provu, edhe se kam shumë respekt nga fejes, ama mu më interesant qëfar njeri është, të me thonë, ajo më doket është, më doket Zoti edhe thot një herë që është me rëndësi qëfar njeri e ju. E vërtet, qëfar feje ose qëfar race, kjo nuk ka rëndësi. Dhe po vjen shumë mirë që ti jeni shembull i rritjes një familje të tillë që të kanë mësu ty që njeriu duhet me vlerësu për atë që është edhe jo qëfar feje ka, po prej nga vjena, po qëfar hallesh ka. A ke pas ti probleme kriju shoqni kur je rrit, pra se po thu që nuk keni pas shumë shqiptar, familje të tjerë, shoqëria jote sigurisht janë prej Gjermanisë edhe të kulturave të tjera. A ke pas problem me pas atë rrethin tënd të shoqënisë që ti nihesh sigurt që i ke miq? Jo. Unë, babi gjithë thot që kur kena ndru venë për Minhenit në Heidenheim ju më rritë tani, unë jom shku me 5 vjetë, jom shku në përkrejt u bora edhe jom hi mrena në shpite ta, edhe më thonë unë jom Nora, edhe jom prej Minhenit kum ardhë, edhe edhe në shtoj ku mos me boti shoqet tani. Edhe kum pas, jom kanë shumë hapun edhe i kum gjithë të shoqet mira, nuk jam qështu që shoqnohna me se cilin, se une jepi shumë vlerë tani atë shoqnisht që i kam edhe kohën, ama nëse i kam një shoqet tani me që ata shumë jo me lidh, ose i kam 5 shoqet ma shumë se kam duket, ama nuk i kam shtirë më shush, nuk kam qef më shush në shumë. Po edhe i ki limitet e tua, këndon me, kujt don me i thonë shok. E këtë punë me muzikën, moj Nora, kujt ja ke marrë talentin, a je veç ti në familje që e ke zonin ka shtë bukur? Jo, i kam kusherit e mi krejt, knojnë, bojnë muzik, me piano, me instrument krejt. Më duket na shqiptarët i kena dyqysh në gjak që kena qef më marrë me muzikë, edhe me bo muzikë. E vërtet, e kam një fotografi këtu që du me komentu, në fakt i kështë pas edhe ty syzet, nuk e këshim ditë cila e një. është një fotografi e jotja me Lërdan, një prej fotografive shumë të shpërndara në për internet, besoj e ke pa gjdo kundë. Kjo prej eksperiencës tënde në Gjermania po kërkon yllin që përkthehet në Shqipë. Qysh ke si eksperiencë? Trego ma tash këto. Shumë kanë eksperiencë interesant, nëse jeni njerës që jeni me emocione, mos bani që se sene, se une nuk jam për qasi garas, po. Se une, kur kam koncerte knashna, ama në që se garë, tani shumë kam emocione, edhe tutna shumë, edhe tani nuk muj me knu mirë, shteret zani komplet, edhe ma kanë jep të kongë që për shemë asë nuk kom ditë me knu mirë edhe që shto kanë, ama o kanë një eksperiencë shumë interesant, edhe e kom pas fatin me njoftu edhe Loredanen, edhe se tipo kanë si na, edhe nuk kanë shumë naturale, o kanë shumë e mirë, edhe ajo më ka pëqy shumë, edhe po, o kanë ama fështirë shumë, ju më kanë shumë talentet mira, edhe ama unë për veti këmë thonë, ajo kanë interesant me nashta me lidh me njerës në qëtë biznes,
Po. Ama one për veti po du diçka ma ndryshe dhe e kom vrej që qka po du me bo. Po mirë që e ke bo si eksperiencë, edhe pse ke pas shumë emocione dhe ndoshta nuk e ditë shumë mirë me i menaxhu. Zemra, po m'duket të dalë prej vendit, a? Po t'ka ndihmu shumë me kriju kontakte edhe i ka bo edhe njerëzit edhe shqiptarët me t'njoft ty. Me Loredanën komunikimin, a patët shqip apo gjermanisht? Mix më duket. Kur t'ju kom pa në veç ju më habit se te për bukur kanë, edhe veç që shka i fola, ama bashkë se di ma që akum thonë. Duket mix që akum bos. Shto që që bëj gjithë nëse e shash që dikush e shqiptarja bëj mix. Po ti e shumë mirë me Shqipen, moj, qësa gjusore bënë muhabet me gjuhën Shqipe, se më thanë fillim Nora, më falë nëse s'kuptoj diçka po ti. Une, qëta që kum thonë kolegës, normal, në fakt, jam shumë funny. Ama kështu s'po muj më kanë funny, se s'po di me thanë. Po të kuptoj, se e ke edhe vështirë, kur me ndonë diçka në një gjuhë tjetër, ma ndej me përkthy në një gjuhë tjetër. Dirisa të menaj edhe për këthejnë. Njëherë s'dokat mua dhe qaqë... Më interesant. S'dokat se si njëjtë, okej. Herën tjetër, kur të vish në Kosovë, besoj do të kemi mundësi edhe